Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Për fat tonin të mirë, ne kemi profesionistë shumë të mirë si në Kosovë, në Shqipëri, po ashtu edhe profesionistë tonë shumë të mirë të cilët jetojnë jashtë Kosovës dhe Shqipërisë, edhe të cilët me të vërtet janë shembuj se si duhet kujdes për njerëzit të cilët shkojnë prej Kosovës në mjekim në vendet aty ku ata punojnë. Një ndër shembujt shumë pozitiv dhe një person i cili është shumë i dashur për shumë njerëz të cilët kam pas rast të marrin shërbimet prej tij, është edhe doktor Brim Muhaxhiri, anesteziolog i cili jeton në Zagreb. Mirëmbrëma doktor dhe mirë se erdhët në emisionin Med Plus. Përshëndetje për dëgjues. Doktor, e përmendën që jetoni në Zagreb. Nëse ka mundësi pak të na tregoni se kush jeni dhe si ndodhi që një gjakuvar të punoni në institut universitar siç është qendra klinike spitalore Motrat Bamir, se unë kështu i kom përkthy nga kroatishtja. Po. Kum lind në Zagreb, jam rrit në Zagreb, një pjesë shkollimit e kum kryer këtu, pastaj baba ka ardhur moti në prej Gjakovës, ka ardhur në Zagreb. Pastaj më kthy në Kosovë. Kum fillu studimet në Kosovë, jam kthy prap në Zagreb, kum kryer studimet në Zagreb. Prap jam kthy në Kosovë, kum punu pak në qendrën klinike universitare, ku më startua edhe me specializim. Pastaj për shkaqe private më ka deshur më kthy prap në Zagreb edhe me kryer specializimin deri në fund edhe më vendos këtu edhe me vazhdo punën në qendrën klinike në Zagreb. Doktora, përmenda që ju punoni me një institucion publik i cili është shumë prestigjioz. E përmendet edhe ju që keni fillu me anesteziologjinë në Prishtinë, nëse s'gaboj, edhe keni vazhdu dhe keni përfundu në Zagreb. Na tregoni pak se pse vendoset pikërisht anesteziologjinë ta mëni për specializim? Po, dyqysh, e kum pas një shok të mirë, Arben Ahmetin, i cili ka qenë njëjtë si unë disa muaj në anestezion edhe në bisedë sipër, ashtu ja nisëm me fol, na interesoi që diçka një profesion pak më dinamik se të tjera. Për i kirurgjia u konë, po edhe kjo ona tjetër më interesoj ke më shumë çka është kjo mas në aton tjetër, çka po ndodh. Në fakt, anestezioni është mjaft i dinamik me plot mehanizma të ndryshme të cilat nuk të lejon asnjë moment që të rrin rahat, por duhesh me një shumë koncentruar me qenë punën tonë edhe je aktiv gjatë krejt kohën. Kjo ka qenë një prej momenteve që më ka interesu shumë, në realitet më ka ndru kohën teme dhe mendimet të cilat i kum pas më herë për një disiplinë të tillë në mjekësi. Doktor Brim, si duket ju keni arrit një nivel shumë të lartë, parasysh se një doktor tjetër i cili ka qenë edhe është anesteziolog dhe ka punu para jush, edhe po ashtu është nga Gjakova, duka qenë doktor Dugaxhini në një bisedë private me të më ka thënë se kretë ato punë të cilat i kom kryu në më parë, për kryu në doktor Brimi bili shumë ma mirë se i kom kryu edhe unë. Kështu që është kënaqësi që për përsëris edhe t'ju kemi në Med Plus, po deshta t'ju pyes pak lidhur me institucionin ku punoni, vendin e punës, cili është ai vend, si më thonë, përshkrimi vendi juaj i punës në institucionin e juaj. Po,
Qendra klinike universitare Motrat e Nderit, të quajmë ashtu, në Zagreb është ndame edhe institucioni jam dikur s'ka qenë pjesë përbërëse e kësaj, po ka qenë i ndamë si institut vetëm për kancer. Është një për institutet të para në Evropë, dikur në 3-4 institucione më kanë qenë në atë kohë në Evropë para 60 vite. Një prej atyre ka qenë edhe ky spitali im, i cili mirret vetëm me patologji, pra me sëmundjet e kancerit. Unë jam gati 20 vjet në këtë institucion. Qendra referente për karcinom gjirit është, pastaj për karcinom të ulët, pra për zor trash, po ashtu për tiroide ka qenë, tashmë nuk është. Edhe këtu është edhe ginekologjia e përfshime e tjera. Janë operacionet fytit me transplantate të lira që bëhen, operacionet që zgjasin prej 8 ditëve 12 orë, e tjera. Është specifik se mirret vetëm me kancer, me asgjë tjetër. Pra pacienti vjen, diagnostika bëhet në fillim, pastaj për diagnostikës shkon deri te operativa, kryet edhe operativa, pastaj kemi edhe onkologjinë edhe radio-onkologjinë për rezatimin, kështu që pacienti është në tërësi i përfshirë prej fillimit deri në mbarim. Doktor Ibrahim, ne kemi pas në emision në të kaluarën edhe 2 kolegët juaj, njëri i cili ka punu në pjesë të ndryshme të Spitalit Gjakovës, në varësisht në sallat të ndryshme, varësisht për kërkesave, domethënë pak si anesteziolog, nëse mund të quajmë i përgjithshëm. Andaj kemi pas doktor Dugaxhin Binishin, i cili kryesisht ka punu në qendrën intenzive, nëse s'gaboj, kardiologjike. Edhe tash ju kemi edhe juve në emision, ju i cili në mënyrë specifike merreni, si e thatë, edhe vetëm me trajtimet e kancerit, për çfarë llojet kancerit veç që përmendet. Duhet me qenë sfidë veçantë, duhet me qenë ngarkesë, besoj unë që një person, sikurse edhe ju, të përgatitet dhe të ballafaqohet me këto operacione shumë komplekse. Sa janë sfiduese dhe a duhet si para përgatitni veten për këto operacione të cilat e përmenden që mund të zgjosin me shumë orë. Po. Para përgatitja për varësisht prej llojit natyrisht. Nëse bëhen operacionet e barkut të zorëve trasha, që më shpeshti, karcinomi të mashqi është diku 3500 raste janë në vjetë të reja në Kroaci. Prej momentit kur vjen pacienti, bëhet diagnostika e tërë, pra me rezonancë magnetike, me PCT, me koloskopi, me biopsi, është edhe me analize laboratorike që duhet bëhen. Pastaj me gjitha ato vjen të na në ambulantën e anesteziologut, i cili i kqyr të gjitha dhe natyrisht edhe nëse kemi probleme tjera, zakonisht janë pacientat të moshuar, edhe kemi edhe probleme tjera, komorbiditete tjera të pacientit, siç është probleme me zemrën, me shtypje, diabet e tjera. Të gjitha këto paraprakisht duhet mu analizu si duhet, që me ditë me çka po him luftë dhe me çka po him sallë. Pas asaj bëhet premedikimi, kolegët e din pak e shumë të gjithë çka do të thonë, pra para përgatitje, ose duhet me korrigju disa gjana të cilat nuk janë si duhet, për me ndihmu si kirurgit në vërtet pacientit në fillim, a pastaj edhe kirurgit dhe pas të operativa me kohën si duhet. Vetë operacioni, pacienti shtrihet në një dhomë para operacionit, na e quajmë dhoma e zgjimit, ku bëhet kontrolla nga ana e instrumentarës, motrës instrumentare, si dhe
teknikut anesteziologjik me pyetje prapë të njëjta emri mbi emri si duhet e tjera, e pastaj vjen në sallë. Bëhet hyrje në anestezion, vendoset vena qendrore, arteria, këto këto ato që na nevojitet me përcjell monitoringun si duhet, pra vlerat ose funksionet vitale të cilat duhen të përcjellen gjatë operacionit. Pastaj starton operacioni nga ana e kirurgut, hapet pacienti dhe bëhet ndërhyrja kirurgjike e cila është. Natyrisht që gjatë ndërhyrjes kirurgjike mund ndrohen senet, mehanizma të ndryshme të trupit, të cilat mund me ardhur deri në shprehje, deri prej një gjakderës e tjera. Pastaj përveç diagnostikës që e bëjmë na, edhe jemi të përgatitur si ona e timit kirurgjik edhe na, nuk dihet kur çka të pret mrena. A duhet me ndërhyj edhe në melqis, se na e punojmë edhe reseksion e melqis, pro metastazat të cilat janë, sa kemi mundësi me bo, sa duhet se melqia e tërt nuk mund të mu hek, pra duhet me pas kujdes sa sasin duhet me hek, dhe 60% muj me toleru, që ai 40% që me anë të barnave ma vonë që me mujt me përjetu, vërtet me bjetu atë pjesën funksionale të melqis për trupin e njeriu. Kjo është pak e shumë. Pas që mbaron operacioni, pacientët të gjithë shkojnë në njësinë intenzive, ku rretohen 2 deri në 3 ditë, pero derisa jemi të sigurt që pacientit ju kanë kthy të gjitha funksionet vitale edhe është stabil, pastaj e zbresim në dhomë poshtë në repart. Ja, kjo është i parë. Faleminderit shumë, doktor. Historia e pacientit me një ase. Do të flasim ndoshta më vonë pak për ndonjë rast i cili ka lënë si gjurmë të ju pak më shumë, po para se të shkojmë te kjo pyetje, të flasim pak për bashkëpunimin e juaj si anesteziolog me pjesën tjetër të ekipit e sidomos për kirurg. Shpesh përmendet ajo gora, ta quaj gora, se kush është shef në sallë, është kirurga apo anesteziologu, unë mendoj që pak ka rëndësi përdesë bashkëpunimi është i mirë. Si vlerësoni ju këtë bashkëpunim? Personi kryesor është pacient, me jemi për pacientët. Pra, si ekipi kirurgjik, si pjesa anesteziologjike, apo një pjesë e tërë e cilin askush nuk e sheh, është diagnostika, e kryen një punë shumë të madhe për me mujt me arrit pacienti deri në momentin në sallë operacionit që të kryet pjesa kryesore të hiqet kanceri prej trupit. Prandaj, na jemi spital shumë i vogël, po jashtëzakonisht punojmë operacione të mëdha, edhe dikun jemi 500 vet me motra me gjerë, po afër 100 mjek, të cilët e kryjnë këtë punë, i kemi raste mbi 1300 operacione kancerit gjive, pastaj po afër 34.000 operacione në vjet i bojmë përgjithësi për tëra. 350 operacione abdomenit, pra operacione të mëdha, karcinome të lukthit, zorëve, trashat, kolla, melqis, pankreasit e tjerë. Edhe kaprotozës, po ezofagut. Po janë këtë pjesë e jona, prandaj thash, ne jemi praktikisht një familje, ne kemi raporte, po njëri tjetrin e thirrim, rrim bashkë, pim kafe, flasim çka me bo, qysh me ja bo. Atmosfera në sallë është gjithmonë, çdo njëri ka interesin e vet dhe koncentrimin e vet. Për momentin derisa nuk kryet ajo pjesa më e vështirë, pastaj shlirohet edhe mas edhe e gari edhe e tjera, se komunikimi duhet me qenë, ne jemi njerëz të gjithë tjerë. Patjetër, doktor, ju jeni shumë para gjykime sikurse janë të zakonshme në popullat. Po flas për institutin tanë, për spitalin tanë.
Doktor, ju jeni shumë të angazhuar edhe punoni shumë, po prapse edhe aspektin shkencor nuk e keni lënë mas edhe e kam lexuar një punim ku keni qenë edhe ju si bashkëautor për trajtimin e dhimbjes të smurt me kancer. Na tregoni se a ka ndonjë tre kohëve të fundit cilat janë ato metodat apo mënyrat e dhënies terapisë apo lloji terapisë i cili aplikohet në institucionin e juaj nga ju? Po, terapia e dhimbje ka qenë, si më thonë, mjaft e varfër diku para 20-25 vjetëve, çdo dyqysh. Një avansim shumë të madh është për çdo 10-15 vjetëve të fundit. Shkenca edhe firmat farmaceutike kanë bërë një hap shumë të madh, na kanë mundësu për me mujtë me marrë pjesë edhe me përdor disa barna të tjera. Edhe tash është, parimisht është afërsia edhe trajtimi i pacientit me karcinom është multinodal. Çka do të thonë ajo? Pra na nuk veprohet vetëm me një bare, po me disa barna të ndryshme, varësisht për llojit, tipit pacientit edhe kancerit. Se disa nuk avansojnë disa pjesë të trupit ku njerëz kanë karcinome s'kanë dhimbje as pak, për shembull. Po tjerë që kanë shumë pak një ndryshim edhe kanë dhimbje të mëdha. Varet pra organi i cili është i prekur, edhe mastësia ku si do të veprohet. Pra, si thash, ndryshime të mëdha në trajtim të dhimbjes. Përveç asaj, ndryshime ka edhe në trajtimin e përcjelljes ose japjes anestezionit përgjithshëm me mënyra të ndryshme. Dikur kanë qenë opioidet, të cilat kanë qenë shumë ase avansuar prej 1966-s, kur Jansseni sintetizon në realitet fentanilin, e cilin gjithë mbar popullata e njeh tash për shkak keq përdorimit në Amerikë. Po, prej atij momentit ju zhvillu disa lloje sintetike edhe ndryshimet kimike të njëjtin bazës së njëjtë, ku janë fitu barnat shumë më të forta opioide edhe të avancuara me veprim më më e shkurtë veprimi, po gjatja e veprimit më e shkurtë, po efektive e tjera e tjera. Unë kum pas rast të jem të një profesor në Belgjikë, në Bruxelles, 2016, kum qenë 2 javë ditë në lloj edukimi. Patrice Forche e koemën, ajo është sot në Edinburgh, në Skoci, është profesore në anestezionin edhe mon katedrën atje. Kum pas rast me qenë studenti i parë i atij me një tendencë të re në fushën shkencore ose ku bën pjesë edhe anestezioni për përdorimin e një lloj anestezionit i cili quhet non-opioid, pra pa opioide anestezion, e cila u kohen shumë, unë kur kum dëgjuar se kum besu që ekziston diçka që ashtu. Masi kum qenë atje 2 javë ditë, kum kalu në një spital universitar në Bruxelles, kum mësu një teknikë të re, plotësisht të re, edhe profesorit i kum bu një pyetje se më ka interesuar, thash profesor, sa anesteziolog janë në Belgjikë? Belgjika e ka afër 10 milion banor. Tha 2000, okay. Thash po, sa e përdorin këtë lloj teknike? Tha vetëm 4 vetë. E në botë, tha është edhe njëri, tha që e përdor, tha është në Los Angeles.
Pra në qatë moment ju kun vetëm 5 vet zilë dhe përdorin këtë lloj, këtë teknikë të anestezionit pa përdor opioide. Ajo kun për mu diçka, jo veç për mu, për të gjithë. Edhe kur u ktheva, unë pas edhe në spital të jamin, profesoresha jame u kun pak as thot, qysh është e mundshme. Mos ta zgas, borat i kun porosit edhe kemi startu dikun 2017-18, ka dalje, kemi boni një projekt prej 240 operacione lidhën me disa kolega Suedia. Projekti cili për kancer të zorëve me përdorimin e non-opioid dhe përdorimin e disa bona tjera, po ashtu na ka ikë për pak një program të cilin kemi dashur mi bo me gjidi ku në ofërnimi e 200 operacione smujtë me hinat për planin që e kemi paramendu, po nese, po vakt. Kuje që ati momentit edhe po shone për njësit intenzive, mjekimit intenziv, Dex Dori, qaj bar, i cili përdoret, që nuk është opioid, i cili vepron në tru ashtu që ta kthen përshtypjen e dhimbjes, josisht në anën tjetër, nuk e kupton që ki dhimbja veprim drejt për drejti në tru. Në realitet Dex Dori është një bar i cili vepron përdoret si antihipertenziv qendror, pra zbritje e shtypjes qendrore në veprim në alfa receptor në tru, edhe është vret që side efekti ose efekti ansor është edhe kjo. Ashtu t'ja ka nis një profesor De Kock, i cili ka qenë në Bruxelles, dikun viteve 2000-ës, edhe tash është ky lloj i etabluar mjaft në Belgjik, por edhe në Evropë, po edhe po shoh edhe në Kroaci, në shumë njësit intenzive është përdorur si sedativ, analgesedacion, i cili përdoret pas operacionit. Pacientët janë shumë mirë, nuk kanë kohën, nuk kanë asnjë problem, janë qetë, nuk ka nevojë më të përdoret sasia e madhe të opioidëve. A përparësia është kësaj sepse janë bërë disa analiza ku janë vërtetuar që veprimi opioid e bën imunomodulimin e trupit njeriu. Çka do të thotë ajo? Pra, e zvogëlon në një moment imunitetin ose mbrojtjen e vetë trupit pacientit ndaj kancerit. Kurse te Dex Dori atë veprim nuk e kemi, është krejt një kohën e njëjtë. Pra, nuk ka zvogëlim, pra është e mbajtur në imuniteti si duhet. Edhe një efekt i Dex Dorit është që i është vrejt në analiza që nuk ka, është zvogëlu recidiviteti, pra nuk ka recidive që në shpeshta të pacientët që në operu prej kancer. Shumë interesant. Doktor, ju e një person i cili shumë shpesh vjen në Kosovë dhe personalisht nuk njoh dikënd që jeton jashtë Kosovës që vje kaq shpesh, deshta më u pyet mendimin e juaj për situatën me këto mjekime, nështë akoma në Kosovë s'kan fillu, këto mund të na tregoni ju, po si e vlerësoni ju nivelin apo situatën në Kosovë lidhur me shërbimin që afron edhe ju, shërbimin e anesteziologjisë, duke pas parasysh që qendra klinike universitare e Kosovës ballafaqohet me një mungesë të hatashme të kolegëve të juaj, dhe nëse zgaboj nevojitet edhe 2 ose 3 fish më shumë për me qenë një numër optimal. Nuk di që do zgjidhet të marrë parasysh edhe kaosin me specializime edhe mos planifikime si duhet, po
një kohë, nëse s'gaboj, po ashtu që ju keni punu kohë mas kohë edhe në Kosovë, po si do që tjetë, si e vlerësoni shërbimin e anestesiologjisë dhe në përgjithësi këto shërbime që e përmendet në Kosovë? Shumica me anesteziologëve në Kosovë, ka qenë pak me një moshë ofër me, i një shumë mirë edhe i kom kolegë dhe shokë të mirë. Edhe të gjithë ata kanë kalu me një regjim shumë të rëndë të edukimit edhe punës, sepse nuk është lehtë me punu në qendra klinike universitare si anesteziolog ku pjesa dërmuese të mjekëve tonë, anesteziologëve më të vjetër kanë qenë shumë pak, diku 10 vet, 12 vet. Edhe kanë qenë një sasi e madhe e specializantëve ku ka qëndosh përveç punës që i kanë dhonë mirë mi vesh, i kemi pas ka 2-13 kujdestari dhe 14 kujdestari në muj. 24 orësh. Banale, praktikisht çdo ditë i konë spitali dhe në shpe shumë pak i qenë. Pra, se përket eksperiencës punës, kanë pas shumë. Djenia o shfitun të lexu, të mësu barabart me punë, dhe mas një kohë ata kanë jenë bo shumë ashtu, si me thonë, njerëz me besë madhe, me besim të madhe. Unë mendoj që tregu e ka prish sistemin e shëndetësor të na. A i ka shtetit fat apo jo, nuk e di, vetëm shumica njerëzve ju ndalë prej spitalit arsyeja është se pagat janë shumë të vogla kanë qenë, kurse sektori privat i ka ofruar pagat shumë fesh më të mira se çaja ka qenë. Edhe çështja e dignitetit besoj doktor. Edhe çështja e dignitetit. Në moment kamerieri ka pas rrok më të madhe se specialisti është. I qysh. Këtë mendoj edhe për mësues tonë, edhe për profesorat tonë në shkollat e mesme. Ajo është diçka e tmerrshme. Kështu që kjo është arsyeja, asgjë tjetër. Arsye përket çka do të them kundër ose për mjekton është kundër vetvetes, sepse jam pak subjektiv në këtë rast se i njem mjaft kolegë poshtë dhe ka jashtëzakonisht burra të mirë, njerëz të mirë, punëtorë të mirë, njerëz që dinë edhe që e flijojnë vetin. Është vërtet. Edhe unë pajtona plotësisht doktor me ju, sidomos për asi të tjerë, unë nuk asi, po ata që i njoh unë janë njerëz me vërtet që për çdo lavdat. Po ashtu edhe në spitalet regionale, përfshirë edhe spitalin e Gjakovës, që jemi më shumë në ngjarje, me të vërtet ofrojnë shërbime shumë kualitative me mundësitë që i kanë bili për te mundësive, edhe për shkak të numrit që nuk është kur anesteziolog të mjaftueshëm s'ka pas ky vend, s'ka akoma tash, po me të vërtet është sakrificë. Po një prej parë ka qenë Kryezeu për shembull, anesteziolog e Gjakovar. Në vërtet. Në pas rast me punu edhe me mësu për ati, natyrisht. Pastaj duka qenë Binishi që i përmenet, duka qenë i ka ardhur në specializim, ka mbi këtu, ka punu në kardio anestezian për operacionet zemrës, në qendrë klinike këtu në Rebro. Kështu që ka pas njerëz që cilët kanë bo diçka, që na kanë hapë rrugën, na kanë ndihmu, jo vetëm rrugën neve, po edhe shqiptarëve, poshtë i kanë ndihmu jashtëzakonisht shumë, kështu që ata i kemi si diçka, si në burim për të ardhshmen, për tjerë gjenerata dhe na shtalojmë diçka mas vetit, na jemi shembull për të mirë. Padyshim, ajo këtove që keni vërtetuar shpesh bazuar në informata që i marrin prej njerëzve të cilët kanë ardhur prej Kosovës, mu mjeku në spitalin ku punon ju, edhe janë shumë falenderues.
doktore, keni një faqe ju në Kroaci aty, nëse s'gaboj doktori juaj ose doktori më i mirë, kështu diçka është virtuale, edhe ku pacientët bëjnë përgjigjen dhe i komentojnë sjelljen, profesionalizmin e doktorave, edhe kam lexu normal që edhe ju jeni të listuar në këtë faqe të internetit. Për të gjithë mjekët të Kroacisë kanë drejt pacientët të japin në mendim. Shumë interesant. Shumë interesant, na nuk e kemi edhe nuk është vështirë në ditë sotit me kriju, me dizajnu një faqe të tillë, po mu shkam ka rënë sy ka qenë vlerësimet jo që kanë folë shumë për profesionalizmin, po ajo që ka po përshtypje është ta quaj ashtu njerëzliku juaj, sjellja, komunikimi, qasja, bili një kroate, thot unë këtë njeri nuk e kom njoft asnjëherë se kom pa në jetë, edhe mas para operacionit më ka qetësuar shumë so që s'më ka desht kushtimisht as anestezioni. Sa është më rëndësi aspekti komunikimit edhe i sjelljes me pacient edhe me familjarët e tyre, edhe pse ta quaj jeni pjesë e një ekipit i cili punon më shumë me aparatura ose me instrumente kirurgjike. Çdo njëri, çdo pacient, sa është më rëndësi për kajtë e Kroaci, Kosovë e tjera, kur vjen e ka mos pari frigën e cila shumë e madhe është, sepse vetë fjala kancer jep një përshtypje shumë njerëz të rëndomt, e jemi me pas qësi lloj smundje në trupin tonë. Etash, kur vjen, ajo është i pështetën për muri, është i humbur në hapësira, po 100 pyetje të lashe, të cilën qatë moment e prekin ato. Qasjen me qëto paciente ose duhet me qenë krejtësisht ndryshe, duhet me shpjegu që është edhe pjesë përbërëse jetës edhe smundja natyrisht, por edhe kjo lloj smundje ka mundësi shërimit, nuk është si dikur. Edhe kur t'ja afron e kur bisedon pak me kohë, shqetësohen njerëz i kuptojnë se edhe duhet me qenë i sinqert në atë bisedë, sepse pacienti si fëmia është. Fëmin, kur s'bën mirajt pacientin as njajt, kur s'bën mirajt, se ta mon mend. Edhe kur t'ja thuti një fjalë ose ase i sinqert ndaj qasjes, vetë smundës edhe ati, ai të pranon krejtësisht ndryshe, e pranon ato si pjesë përbërëse e problemit, edhe është dakord edhe ndihmon bashkarisht për mi kry problemin e vetë. Është i vendosën që ai vetbesim me kry është një pjesë e jona fatkeqësisht që duhet me bisedu. Se edhe familjarët janë aty që upën në atë moment. Dikush duhet me qenë me kokë ftaftë dhe me ditë me bisedu, mi thonë do sene, ka dale që kjo e para, që kjo e dyta, etjera. Edhe, kur dhe arrit atë moment, që atëhere është shumë ma lehtë, është para një jave, para 7 ditëve, një pacient nga Kosova, buar të na, me karcinom zorës trash, shumë ullë, dikun në afër 5-6 cm. Diagnostika e poshtme nuk ka tregu saktësisht madhësinë, kur e kemi bo diagnostikën u dalë shumë më e madhe, 2 herë më e madhe se ajo poshtë, etjera u konë jashtëzakonisht i humbur në hapësirën e vetë. Ka kalu 4 ditë prej operacionit, kjo është një prej operacionit që duhet me kry, se duhet me etapa është kjo. Sot kom qenë me busqeshje për hec, dhe problem. Veç po presë sa më përpara, mi kry edhe këto tjera që kemi
duhet mi bo një veprim me kemoterapi edhe me rezatim, e pastaj mu kthy për mi, është si pas standardeve amerikane, kemi një farë forme për trajtimin e ashtu këtyre karcinomeve të ujit, ku janë në qofse na mujmë edhe tash me operu, po si pas statistikës diku 20% është recidivi në qofse nuk trajtohet me kemo edhe me radio në këtë rast. Kështu që po du më thonë që një për njerit që u fundohës, s'ki mujt me bisedu edhe i friguam, sot me busqeshje edhe me dëshirë, po pret me shku sa ma shpejt mi gra kësaj punës që më ardhë mi hek dertit. Qa? Nuk është vetëm ai, këm pas gra me karcinom e gjinit, 5-60 veta, 70 veta këm arru tash. Numri është shumë i madhë. Për vendet të ndryshme Kosovës, edhe mjekë kanë qenë, edhe kështu që njerëz që kuptojnë senet. Nuk ndryshon, natyra e njeriut është gjithmonë e njëjtë, frika po edhe kanë qef me tu, edhe kjo është pa një qasje, duhet me ndru pak, një muhabet këtë tjetër duhet me bo me ato persona që me rikëthy pak në binare si duhet. Ja. Doktor, jemi ka fund e emisionit veç deshta me të bisedojmë lidhur me ardhmen e këtij shërbimi, konkretisht shërbimit që afroni ju si shini në përgjithësi onkologjia, mjekimi, kemio-imunoterapia, zhvillime të hovshme, shumë pozitive për fat të mirë, ka plot hulumtime që janë në fazat e treta, që janë klinike, të hulumtimit të barnave që janë shumë shpresdhënës, po të ju, se e shini të ardhmen e afërt të shërbimit që e afroni ju? Shkenca e ka bërë të vetën edhe na jemi të mundu të mirë përcjell atë rrugë, risit për marim, për këshyrim, për aplikojmë, sa kemi mundësi, s'mujmë të gjithë. Dhe se janë do që nuk janë të arritur adete na, se janë duhet teknologji avancume tjera. Me të ardhën, po ma mërmende që për edhe 10 vjetë shumë sene kam una letësut neve, edhe veç që tash jemi na tu kemi shti gati që do të shtim në diagnostikë zakonshme, marrjen e gjakut edhe verifikimit kancerit nga gjaku, pa u lajmëru në trupin ton, në formë, si me thonë, që duhet me bo një diagnostik ma të madhe që me koni pam. Pra, një element si që gjaku mund të zinën markerat të ndryshme të cilat tregojnë që do të vjen deri te kanceri shumë shpejt ose tek ashtu fillu. Kjo është jashtëzakonisht me rëndësi, pra te çaj pacient ti duhesh vazhdimisht me bu përcjellje do të paraqitet, si të paraqitet, kur të paraqitet në fillim ajo është praktikisht është shërim 100%. Kjo është një prej, ka edhe tjera, po. Doktor, faleminderit shumë që t'ju mos mesim bërç shikuesve disa informata që janë lidhur edhe me familjen e juaj. Janë ata të cilët patjetër e kanë mirë kuptimin për mungesat e shpeshta të juaja ose e keni profesionin. Desha me përmend se ju një familje ta quaj ashtu doktorash, bashkëshorta juaj po ashtu është mjek e bili, është edhe vajza profesoreshë si unë, të mirë njohën edhe shumë vlerësuar. Profesoreshën histologjisë. Çunat e juaj po ashtu mirën, nëse zgaboj me studimet Dytë janë student fakultet mjekësisë, Roni, djali i madh dhe i vogli Mati. Merdita po ashtu punon në spitalin tonë, është citologe klinike, është ashtu me një eksperiencë të mirë dhe punon punën e vet. Jemi tonë, i kuadrume.
Shumë mirë, na doktoreshën do t'ja bëjmë një ofertë në ciklin e dytë prej vjeshtës për me qenë po ashtu mësafira jonë do t'ishte kënaqësi e veçantë. Tash doktor, para se t'ju bëj një pyetje personale që unë gjithmonë ju bëj mysafirëve të mi, më tregoni nëse keni ndonjë porosi për shikues ton edhe besoj edhe t'juj nga tani. Fati dëshiroj të gjithëve edhe shihoni jetën ashtu si duhet edhe asgjë tjetër. Jeta është e shkurtër, duhet me lumturi mi kalu edhe me pas fat. Shumë Mi do është afërmit, familja është diçka që është tani shumë e rëndësi për ne. Shqiptar gjithmonë ka qenë edhe është. Unë e di pi babës shumë ka pas i ka ke zemre për vendin e vetë. Këtë mos për Gjakovë. E vërtet, ku të jemi të Gjakova, tani një pyetje personale, më falni, që ka të lidhje me basketbollin, jo e keni desh, keni luajtur basketboll, edhe pse unë mendoj që keni luajtur për ekip të gabuar, po si për Prishtina pa okej. Si do që t'jetë, nëse mund të kthehemi në kohë, se ta shkencat se çka paraliza. A kishit të ndrua ekipin, apo kishit metë në Prishtinë? Vllaznimin e kam zemër, Gjakova është e jemi. Pa dëshim, edhe na ndin veten mirë shumë. Unë në Prishtinë më bëjnë ku e Gjakovar. E vërtet. E kur mi Gjakova më bëjnë ku e Llapion. Jo, në atë mojmë si tonën edhe për fat. Me gjithë që unë rruga Qabratit, kushit parën me mërit me lytën, me Pin Kumonin, me plot, me Street Beqën, me kushërit e me Burimzemin, Besnikin, Vllaznimin, tjera, tash mos i përmend, e Gegjat e Albertin, shumë vetë kam të afërmit shumë. Edhe është mi ju falendrua dhe mi ju përkra që akoma jeni shumë i lidhëm për vendin juaj, sidomos për qytetin juaj. Doktor, ishte me të vërtet kënaqësi, kërkoj falje, unë e di që keni qenë kujdestor, edhe akoma s'keni pushu si duhet, po kjo është të thëmë fati i mjekve. Unë i falenderoj pra për pjesëmarrjen e ju në emision, shpresoj që shumë shpejt takohem edhe në fizikisht në Gjakovë, ose kudo në Kosovë, njëjtë është, dhe juroj krejt familjes juaj shëndet dhe si thatë edhe vetë lumturi. Faleminderit edhe shifemi në emisionet e radhës. Ju falenderoj shumë, faleminderit për thirrje. Nashta me që bisedë kemi mu diçka me ndryshu të popullata jonë për vetëdijsimin e shëndetit, aq. Të fala Gjakovës o Gjakovarëve. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kaq kishim për sonte, bashkë mirëpash. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.